Kjo video e një vajze në gjendje emocionale të rënduar bëri xhiron e rrjetit 2 javë më parë, duke shokuar opinionin. Por historia do të merrej vesh vetëm 2 ditë më vonë, ndërkohë protagonistja preferoi që të vërtetën e saj ta ndante me ne. Unë jetoj në Greqi, erdha për pushime në fund të muajit mars, kalova tek një rrugicë në blok edhe aty pash ishte një dyqan kafshë. Edhe thash që nëse marr një macë, të marr nga këtu se jam shumë e dhënë pas macëve. Unë kam një qenush një macë që kam adoptuar, gjithmonë adoptoja. Nga sa kuptohet, kemi të bëjmë me një vajzë që si shumë animalist të ngjashëm të saj, ka një dashuri dhe përkujdesje të veçantë për kafshët. Prandaj gjetja e macës së saj të preferuar në një dyqan në Tiranë ishte gjëja më normale. Te dyqani kafshëve më thanë që macet ato vinë nga Turqia me avion, macës s'kishte as çip, as pasaport, as vaksin. Po si kishin arritur ata ta sjellin nga Turqia në Shqipëri? Isha shumë e gëzuar nga macet, nuk pyeta, nuk më shkoi mendja fare me gabimi me ky. Entuziazmi për blerjen e kotelës që dëshironte aq shumë ta kishte e ka penguar Anxhelën të interesojë për detajet më kryesore. Ajo është mjaftuar vetëm të pyes për çmimin. Më tha, fillon nga 500 deri 1000 euro. Maci që unë mora ishte 700 euro. Ishte British Ragdoll, sepse kisha me dëshirë shumë një British. Pagesën kur e bëre? Pagesën e bëra me 8 prill, mbas dite. Kujt ja ke dhënë këto lekë? Punëtores të dyqanit, ja dhash parat. Pasi ka bërë pagesën, Anxhela është interesuar për procedurën e transferimit të macës drejt Greqisë. Më thanë që kemi një veterinar tonin që rregullon letrat, ndryshon moshën edhe shënon vaksinat, ndërkohë që si kishte. Unë i bëra të parën. E gjitha kjo procedurë bëhet vetëm për një qëllim, kalimin e kotelës pa probleme në dogan. Sa muajsh ishte? Më thanë 2 muajsh. Pasi vajza e ka bler macën për faktin që ishte akomoduar në një hotel në Tiranë, u detyrua që ta linte edhe për disa ditë në dyqanin ku e bleu, derisa të nisej drejt Greqisë. Nga data 8 deri me 15, ti ke vajtur e ke parë macën her pas here gjendjen e saj dhe mënyrën se si trajtohej aty brenda në dyqan? Po kam vajtur gati për ditë për ta parë, që të mësohet edhe me mua, që të shoh në çfarë gjendje ishte. Gjendja e macës në fillim të dyqanit ka qenë shumë energjike, nga momenti që kam marrë macën nga dyqani deri ditën që do udhëtoja, ka qenë pa qef edhe me të vjella. Pavarësisht gjendjes jo të mirë të macës, Anxhela udhëton bashkë me të drejt Greqisë. Maca ka qenë po në të njëjtën gjendje, edhe kishte këputje. Nuk hante bukë, as ujë nuk pinte. Kontaktove me dyqanin? Po, ditën që ka filluar të vjella, nuk më shpërgjigj në telefon. Çfarë do thanë më pas? Që e ka fajin vaksina, diçka kam bërë un gabim, domethënë ai dhe fajin tek mua. E dëshpëruar duke parë macën e saj në atë gjendje, vajza mundohet të mbajë sa më gjatë në jetë për ta çuar më pas në një klinikë të specializuar. Mbaj mend që në orën 2 të natës, kur e kam parë në atë gjendje akoma, kam marrë spital kafshësh në telefon në Greqi, por nuk më ishte përgjigjur asnjëri, edhe më mbas kur kam dash që ta çoj në mëngjes sa të hapet veterineri i parë, ta çoj për vizitë, nuk arrita se në orën 4 të mëngjesit u largua. Gordi në qom! Gordi në qom, jure! Me gjithë shpirt! Pasi kjo video u shpërnda në rrjetet sociale nga kafshëdashësit, Anxhela mori mesazhe nga persona të tjerë që si ajo kishin patur eksperiencë të hidhur me kafshët e blera në dyqanin në fjalë. Unë me datë 11, ditë premte, shkova me marrë këtë macën. Do dukë si serios se mes bllokut ka parimonisa, mos me marrë në për ranza, e mos me marrë në për oborre e shpish. Sa lek bën 500 euro. Më thot mos firmos të letrën, thot që për 48 orë thot mund të kesh drejt me kontrollu. Ti më tha mas 10-12 ditësh do t'i bësh vaksinën. Do japësh më tha më kos vezës edhe royal quhet ajo ushqimi këtyne. Nuk mi prekte asnjë nga këto të treja. Ty çati jap nuk kanë nga emocioni, më thotë. Po çava ke një veterinar, ka temperaturë, më thënë mua, mi bëjmë testin. Ky më tha mua është me paraviroz. Në 100 macë më thotë mu shpëtojnë 10. Kjo ishte një viroz që e merrte macja sot dhe u shfaqe mas 7 ditësh. Dhe janë ditët fikse. 4-5 ditë kishte në dyqan, që më tha Claudia, ka 4-5 ditë këtu. 2 ditë u boshën 7 ditët e inkubimit. Pastaj dilte smunja që fillonte temperaturë, vjella diarre këtë që patë pijimi. 3 ditë jetë ka, po të kalonte 3 ditë shpëtonte. Ditën e 3 gordi. Tani si ka ndodhur kjo? Logjika mjekësore të thotë që kjo ka rënë në një goditje fulminante virale. Sistemi imunitar ka qenë i qëndrueshëm deri në momentin para 3 ditësh dhe mas 3 ditësh, sepse ka mbushur kohën e fshehtësisë dhe ka plasur në virulencë. Duke komunikuar me dyqanin, njeriu mundohet të argumentojë se gjithçka ka ardhur për fajin e tyre, sepse macja ishte e stomur, por nuk merr asnjë
përgjigje për pretendimet e tij. Po ku është zanafilla e problemit në këtë dyqan macësh që humbi jetën vetëm pak ditë pas daljes nga aty? Ka imunitetin e ullët. Kur futet vaksina, imuniteti i ullët nuk e përballon vaksinën. Prandaj dhe u sëmur macja. Kjo për moshën që ka i takon të ta bënte. Nuk e ke ti fajin që ka ngordh macja, stop baroj. Kaq. Nuk e keti fajin që ka ngordhur macja, thot mjeku veteriner. Por më tepër që vajza nuk është paralajmëruar për të udhëtuar me macën në atë gjendje. Unë piles kur më morën telefon dhe më thanë ka ngordhur macja, i thash nëse macja nuk ishte 100% bindur që të nisesh për rrugë të gjatë, mos ta nisje. Jam i sigurt që macja s'ka qenë në Terezi që të përballoj rrugën. Tani le të shkojmë atje ku ka nisur e gjithë kjo histori e dhimbshme e Koteles. Si e një? Unë në fakt kërkoja pak Claudia, pronare. Claudia s'është këtu, vetëm në telefon. Angela ka ardhur në datën 8 në dyqan. Ka thënë që do marrë macën, ka lënë një parapagim. Të nesmen ka ardhur rreth orës 1, e ka marrë macën, e ka çuar te veterineri vet, jo te veterineri jon. Këtë pretendim pronarja e dyqanit e mbështet edhe në një video ku shihet se si Angela e ka gënjur atë duke i thënë se ka kontrolluar macën tek një veteriner, gjë që në fakt nuk ka qenë as pak e vërtetë. Por kjo shkëputje e macës nga dyqani ka qenë vetëm një ditore. Ke bërë një analisti vet kafshës për të kuptuar që ti po tregton kafshë të sigurta? Matja temperaturës, kontrolli i nyjeve limfatike, kontrolli hematologjik i gjakut, kontrolli i feqes në laborator për ngarkesa parazitare. Si ka mundësi dy mace brenda pak kohe të humbin të dyja? Po si ka mundësi që në të njëjtën ditë janë shitur dhe mace të tjera dhe nuk ka asnjë lloj probleme? Kjo është e varur nga ana individuale e klyshit apo koteles, që do të thotë një kotele përballon më fort, një kotele përballon më dobët edhe merr më shpejt. Klienti mund të kërkojë edhe shkencë me kafshët, por veterineri në bazë të protokollit që duhet ta respektojë dhe për etikë profesionale, nuk duhet të lejojë të bëjë çfarë kërkon klienti me kafshën, por çfarë i duhet të bëjë. Një mjek ka të drejtën absolute ta refuzojë për të mbajtur lart dignitetin e profesionit, dhe mënyra e dytë është të marrë një deklaratë me shkrim, me firmë, me vul, me datë, me orë nga pronari që ka rënë në dakordsi duke marrë parasysh rrisjet ndaj kësaj vaksine. Në momentin që mjeku të thot nuk bëhet kjo vaksinë, do ishte ideale, do ishte njerëzore e moralshme të dëgjohet zëri i mjekut. Nëse të thot s'bëhet, nuk bëhet. Asnjëherë humbja e një koteleje nuk është bërë kaq virale. Kaq e zhumshme dhe mbushur me polemika sa në këtë rast. Por ndoshta është momenti që pronarët e dyqaneve të kafshëve dhe veterinerë që bashkëpunojnë me ta të ndryshojnë strategji, më me shumë kujdes dhe përgjegjësi në mënyrë që ky biznes të mos jetë thjesht një burim të ardhurash, por një punë e bërë me dashuri. Në të kundërt, të vetmet që vuajnë do të jenë ato kafshë të gjora.